Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Pasi që sharum se çka është pastërtia në aspektin gjuhësor dhe fetar, atëherë vim dhe do t'i përmendim disa prej dispozitave të pastërtisë. Se pari filloj me dispozita që kanë të bëjnë me ujrat. Ato shtrohet pyetja, pse me fillu me ujra? Arsyeja është se domethënë shpjegimi i pastrimit. Shpjegimi i pastërtisë i përfshin dy gjëra. E para, mjetin që përdoret për të pastru, edhe dyta, mënyrën se si pastrohet njeriu. E para, domethënë mjetin që pastrohet, edhe dyta, mënyrën. Pra, mënyrën e abdesit, mënyrën e guslit, mënyrën e tejemumit, mënyrën e largimit të ndërtësirave. Edhe e para, përmendëm është mjeti që përdoret për pastrim. Padyshim se më prioritare është që të flasim fillimisht për mjetin i cili përdoret për pastrim, sepse nuk mundesh ti me u pastru me diçka e fillimisht nuk e din se a është i lejuar, a është i ndaluar, edhe çfarë gjendje duhet të jetë ai mjeti për të cilin ti dëshiron me pastru nëpërmjet tij. Prandaj për këtë arsye kanë filluar dietarët me ujrat, duke filluar me mjetin i cili shërben për pastrim, pastaj kanë vazhduar me enet. Pse me enet? Për arsye se ai uji është në gjendje të lëngës. Gjithsesi duhet me u vendos dikon. Ajo në cilën vendoset është ena. Dhe ajo enë nga një herë njeriu mundet me marr abdesin në mënyrë, domethënë përkryme. Mirë, po ena të cilën e ka përdorur ka qenë ndaluar ose ka qenë e ndytë. Dhe për këtë arsye, domethënë dietarët në mënyrë logjike kanë rendikë këto për me tregu se fillimisht do të flitet për ujin, cili lloj ujit lejohet me ta pastrimi, cili lloj ujit nuk lejohet, dhe dyta për enet, për arsye se ai uji i cili gjendet në gjendje të lëngshme duhet të jetë gjithsesi dikun i vendosur në ndonjë enë. Çfarë do pa marr parasysh se çfarë enë është ajo. Prandaj ja fillojmë me sqarimin e dispozitave ose me normave, gjykimeve që kanë të bëjnë me ujrat. Ujrat, pse ujra? A është një ujë, apo janë disa lloje të ujrave? Dietarët kanë përmendur se ujrave, ku e thon shumësi, për arsye se janë disa lloje. Dhe është në disa gjendje ai uji, është uji i shiut, i bolës, i lumenve, i liçenve, edhe uji i cili mund të qenë i pastër, i papastër, edhe kështu me radhë. Për këtë arsye kanë përmendur që është ardhur në shumës, pra dispozitat e ujrave. Mirë, kur fillojnë dietarët me sqaruar ato dispozitat që kanë të bëjnë me ujrat, atëherë fillimisht e bëjnë ndarjen e ujrave. Ka mos pajtimi ndërmjet dietarëve se në sa lloje ndahen ujrat. Shumica e dietarëve i ndajnë ujrat në 3 lloje, disa e shtojnë edhe në një lloj, disa i përmendin vetëm 2 lloje. Shumica thash e dërmuese e dietarëve i ndajnë ujrat në 2 lloje. Uji që quhet tahur, uji që quhet tahir edhe nejis. Uji tahur shkurtimisht, sipas këtyre ose sipas shumicës së dietarëve është uji i pastër në vetvete dhe që është pastrues. I pastër dhe që pastron. Tahir, i cili është i pastër në vetvete, mirë po i cili nuk pastron, dhe uji që është nejis, i cili është uji i papastër. Disa e shtojnë edhe ujin e dyshimt, disa i përmendin vetëm 2 lloje të ujrave, ujin e pastër dhe të papastër, duke përmendur këtë llojin e tretë i cili është pastër, i cili nuk pastron. Mirë, po na do të përmendim atë mendimin e shumicës së dietarëve se uji ndahet në 3 kategori. Dhe argument për këtë ndarje, sidomos domethënë që uji është tahur, sepse disa kanë thënë është vetëm tahir dhe nejis, domethënë uji i pastër dhe i papastër, është fjala e Allahut Azza wa Jall ose 2 ajete kuranore. E para prej tyre është ajeti kuranor wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, dhe kemi zbritur nga qielli ujë që është cilësuar tahur. Cili është uji tahur? Pejlojmë për me kuptu në dritën ajetit tjetër kuranor, i cili thotë wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Dhe ka zbritur mbi juve ujë me të cilën ai ju pastron juve nëpërmjet tij. Ju pastron juve nëpërmjet tij. Pra uji tahur në ajetin kuranor bëhet tefsir, bëhet komentohet, interpretohet me ato pjesën tjetër që ka ardhur në ajetin kuranor, që është domethënë uji i cili jo vetëm që është i pastër në vetvete, mirë po është edhe pastrues.
është edhe pastrues. Po ashtu dëshmon edhe për këtë edhe hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, është hadith i njohur kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa prej sahabëve dhe kanë thënë: "Ya Rasulullah, inna narkabu al-bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma' fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bi ma'i al-bahr qala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu." Kanë ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një grup të sahabëve kanë thënë: "Ya Rasulullah, ne po hypim në anije në det, po udhtojmë në det dhe me vete kemi pak prej ujit. Në qovë se marrim abdes me atë lloj të ujit, atëherë mbetemi të etur, sepse nuk na mjafton, domethënë ose për me pi ose për me marr abdes. Në qovë se të dyjat, atëherë mbetemi të etur." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Huwa at-tahuru ma'hu." Uji i tij është tahur. Edhe ngurësia e tij është e lejuar. Na do të flasim vetëm për këtë pjesën e parë. Uji i tij është tahur. Domethënë sahabët fillimisht e kanë ditë që jo me çfarë do uji lejohet të marr abdes. Pse? Për arsye se, domethënë ata kur e kanë pa ujin e detit, uji i detit ka një farë lloj ndryshimi. Është i njelmt edhe ka një farë ere. Domethënë është i njelmt dhe ka një farë ere. Edhe kanë nisë me dyshu, a bën me marr abdes apo jo? Se ka një farë ndryshimi i gjendjes së tina. Është i njelmt dhe shpesh njeriu për shkak të algave, koraleve, likeneve ose diçka, domethënë diçka që gjenden në ta, domethënë e merr një farë ere tjetër. Mirë, pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka treguar sahabeve se uji për shkak të qëndrimit të gjatë ose domethënë që qëndron në një vend, atëherë nuk e largon këtë ujë nga çështja e tij që është i pastër në vetvete edhe që pastron, edhe pse në shikim të parë duket se ka pasur një farë lloj ndryshimi. Pra lejohet të merret me ujin e detit për arsye se uji i detit është uji që ka krijuar Allah Azza wa Jall, është në formën e tij origjinale, mirë po për shkak të çështjeve të ndryshme, domethënë të intendjes së tij dhe urtësisë pse Allah Azza wa Jall e ka krijuar ashtu të njem, nuk e largon këtë ujë me ndru gjendjen me kalu në një ujë tjetër. Pra, me rëndësi është me kuptu se, domethënë shumica dietarëve është që kanë thonë se uji ndahet në tri, tahur, domethënë i cili është pastër vetvete dhe i cili është pastrues, tahir, i cili është i pastër, por që nuk pastron, edhe treta është uji i cili është negjis, është i papastër. Uji tahur është esenca e ujrave dhe është ai uji të cilin Allah Azza wa Jall e ka krijuar në origjinalitetin e tij. E përmendëm në ajetin koranor ose në dy ajetet koranore: "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Dhe kemi zbritur nga qielli ujë i cili është tahur. Pra është ujë i pastër pa edhe pastrues. Kemi zbritur nga qielli, domethënë fillimisht çdo gjë që zbret nga qielli prej ujrave është i pastër. Sepse Allah Azza wa Jall po tregon se është i pastër. Këtu bën pjesë uji i shiut, uji i dëborës, edhe uji i breshërit. Me thënë uji i breshërit. Ka ardhur në hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Maghsiluhu bil ma'i wal thalji wal barad." Dhe laje o Zot kur ka bëu duan për të vdekurin, do thënë duan e xhenazës, laje me ujë, me shi dhe me breshër, me ujë të shiut, të dëborës edhe të breshërit. Domethënë edhe uji i breshërit kur shkrihet ose uji i dëborës kur shkrihet, edhe uji i shiut, të gjitha këto janë ujërat pastra, pastruese. Mirë po edhe ujërat e tjerë të cilët gjenden në tokë, të cilët Allah Azza wa Jall i ka kriju, edhe këta janë ujërat të pastër, pastrues. Sikurse që janë ujërat të cilët janë brenda në tokë, ose ujërat të cilët rrjedhin mbi sipërfaqen e tokës. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall ka thënë në Kur'an: "Wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ard." Dhe kemi zbritur nga qielli ujë me sasi të caktuar dhe fa askannahu fil ard, dhe kemi vendosur ata në tokë. Domethënë shiu me procesi i shiut dhe i ujrave që ndodh, domethënë është një pjesë, pastaj edhe shkon edhe ndihmon domethënë në zhvillimin aty në ujrave të cilat ose gjenden ose formohen në brendësinë e tokës, të cilat mundën me qenë të ndryshëm, domethënë uji burimeve, ujet e puseve, burime, ujrat e bunareve. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i treguat atina për pusin ose për bunarin budhaha, ka qenë një pus
ose një bunar, që muslimanët kanë marrë ujë për tij. Mirë po kanë dyshuar a është i pastër apo jo, për arsye se janë hudh aty kajherë disa gjëra të cilat ka qenë rreziku që ato të ndotin atë ujë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Hadithi Abu Sa'id al-Khudri që konsiderohet hadithi bazë në kapitullin e pastërtisë. Domethënë uji i burimit ose uji i bunarit, për arsye se rrjedh her pas here dhe ka mundësi aty të hudhet diçka. Mirë po, përderisa nuk e ka ndryshuar gjendjen e tij, atëherë konsiderohet uji tahur dhe të cilin nuk e ndot atë asgjë. Nuk e ndot atë asgjë. Pra, uji është, domethënë, i bunareve, puseve, burimeve ose ujëra të ndryshëm të cilat janë të lumenjve, të liçenave, të proskave, të detrave. E përmendëm për ujin e detin atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta janë ujëra të cilat konsiderohen tahur. Tahur domethënë ujëra të cilat në vetveti janë të pastër, por e kanë atë vetin që janë vetin pastruese, që janë pastër po pastrues. Prandaj lejohet me u marr abdes me ta, me marr gusull me këta ujëra, edhe me largu ndytësinë fizike. Pastaj kemi disa gjendje cilat i pson uji, disa ndryshime. Dhe nganjëherë mundet dikush për shembull me pas një farë lloj dyshimi, a lejohet me marr abdes me këtë ujë ajo? A konsiderohet ende tahur, pastër, pastrues apo ka kaluar në një gjendje tjetër? Për shembull, e përmendëm atë ujin i cili është uji i detit. Ose për shembull uji i cili rrin në një vend një kohë të gjatë. Domethënë rrin në një vend në një kohë të gjatë. Për shembull ka ra shi dhe pastaj është formuar aty një farë vendi me ujë i cili është i depozituar aty ose i cili qëndron, mirë po me kalimin e kohës, me qëndrimin e gjatë të tij, ja ka nisë me ndryshu ngjyrën. A bën me marr abdes? Në qoftë se uji qëndron në një vend gjatë dhe ja nisë me ndryshu diçka prej cilësive, atëherë prap është uji i cili lejohet të merret abdes me to, të lahet me to dhe nuk kalon në një gjendje tjetër. Pra është uji tahur, është uji i pastër në vetvete dhe i cili pastron. Për arsye se zakonisht kjo nuk është në dorën e njeriu. Mirë po uji për shkak të ndjenjes, domethënë ka nis ka pak as më ndryshu. E tash për shkak të ndjenjes së tina pa marr parasysh është për shkak se qëndron gjatë në një vend në tokë, sikurse që përmenden ujërat e pellgjeve ose ujërat e moçaleve ose diçka, domethënë uji i cili ka filluar me ndryshu ka pakës për shkak të që atë fargjendjen e tina ose erën ose shihen mirë, po për shkak të qëndrimit të gjatë. Edhe e dyta është një lloj tjetër i ujit i cili ka pësuar një farë lloj ndryshimi, mirë po njeriu nuk ka qenë në dorën e njeriu dhe është vështirë të ruhet uji nga ai ndryshim ose ato gjëra. Për shembull, nëse në një vend, në një bunar, për shembull, bunar të hapur, edhe kanë filluar me ra gjethe. Edhe ato gjethe kur kanë filluar me ra, sidomos gjethet që bijnë gjethet e pemëve gjatë stinës së vjeshtës, domethënë mundën me pas ngjyra të ndryshme, mundën me ia dhënë ujit pak në një ngjyrë pak më ndryshe. Ose për shkak se në ujë është rrit ose është mbi diçka e cila s'kemi dorë në ta. Është vështirë me uji me u shmang aty ne. Domethënë në uji nuk mundet që na me rujt ujin pe aty në gjërave. Për shembull, nëse në një vend, për shembull, në një post, në një bunar, për shembull, janë rritur algat, likenet, edhe gjërat e tjera të cilat mundën me kalimin e kohës me ndryshuar një gjendje të ujit, atëherë themi se uji përderisa, domethënë është ose ka qëndruar gjatë në një vend, ose në tokë, ose gjatë në një vend tash në kohrat moderne, për shembull nëse në një cisternë, ose në një bure, ose në një vend në bojler, për shembull në bojlerët, dhe pastaj aty e gjejmë se kur të shpras bojlerin e gjejmë aty pak si lloç. Domethënë uji për shkak se ka ndejt gjatë aty,
ose për shembull, ose për shkak të ndajses së gjatë, ose për shkak të si shohim shembull për cistena të ndryshme, ose për dikush për shembull në ballkon ose dikon e ruan ujin për arsye se friguat mos më ndalet uji dhe qëndron gjatë ai në një kohë dhe fillon me ndryshu, i duket njeriu se ka filluar me ndryshu, atëherë themi se ai përsëri është uji tahur. Është uji i cili është në vetveten e tij i pastër dhe ka cilësi pastruese, sepse ka pasur një farë ndryshimi mirë po për shkak të qëndrimit gjatë në tokë ose në një enë të cilën njeriu domethënë e ka vendosur aty. Dhe e dyta është për shkak se aty rriten ose mbin gjëra të cilat vështirë është që me rujt ujin për aty, që që marrim shembullin e algave, likeneve të ndryshme. Domethënë kjo është uji kjo nuk ka ndron gjendjen, prapë është uji tahur dhe lejohet të merret me ta abdes dhe lejohet që njeriu me ta të merr gusull, po ashtu edhe të largon papastërti të ndryshme. Mirë, po ka herë disa gjende të tjera kur kanë uji pëson ndryshim. Uji pëson ndryshim, për shembull, pëson ndryshim për arsye se ju është shktu kripa. Tash të dietar domethënë kripa ndohet në dy lloje. Është krip e detit, ose që është përfituar për detit, edhe krip malore ose për vendeve jo detare. Tash kripa e detit të një pjesë e dietarëve thonë edhe në qoftë se për shembull në një vend në një ujë i hudhet kripa e detit, lejohet të merret abdes me ta për arsye se në esencë uji është domethënë kripa është përfituar për detit, sigurisht se po kthehet përsëri në të. Domethënë lejohet me marr abdes me ta përderisa nëse është kripa prej diçka tjetër, domethënë prej e përfituar prej vendeve jo detare, atëherë nuk lejohet për arsye se kanë shtu diçka që nuk është cilësia e saj dhe ka ndryshuar njërin prej atyre tre cilësive. Këto vetëm e mora shembull, por edhe uji tahur prapë konsiderohet uji në cili pëson një ndryshim për shkak të vërshimeve ose për shkak të rramjes së shiut, dhe aty për shembull në atë farë uji ka për shembull dhe ose domethënë e sheti ngjyra e tij pak ka ndryshuar për arsye se domethënë aty ka marrë një pjesë të dhejot. Edhe kjo nuk e largon këtë ujë nga cilësia e tij si tahur, që lejohet me marr abdes me ta dhe me e largu ndytësirën me ta nëpërmjet tina. Kjo është pra uji që konsiderohet tahur, ndërsa për atë ujin në cilin hudhet krip e detit në ta, disa prej dietarëve kanë konsideruar që është uji që lejohet pastrimi me ta, mirë po është mekruh, është jo i pëlqyeshëm. Nuk është mirë, nëse ka një ujë tjetër e përdor më mirë sesa me vendos këtë ujë ose këtë ujë të kriposur me krip nga deti. Lloji i dytë i ujrave është uji i cili është uji i pastër, por që nuk pastron. Uji i pastër mirë po i cili nuk pastron. Cili është ky lloj uji? Uji i pastër i cili nuk pastron është ai uji i cili e ka ndryshuar njërin prej tre vetive të tij, ose ngjyrën, ose erën, ose shijen me diçka të pastër. Për shembull, nëse në një ujë është hudh diçka, mish ose perime dhe pastaj është gatuar aty një gjell dhe ka ndryshuar tër formën, atëherë themi se ky ujë është i pastër. Tash ndoshta mundon dikush me thonë, po ky nuk quhet ujë, quhet gjell. Mirë po, fillimisht ka qenë ujë dhe ka ndryshuar gjendja e tij, era edhe shija dhe kështu me radhë, ka ndryshuar për shkak të gatimit të diçkaje, ose për shkak të hudhjes diçkaje në ta, e cila është përzi dhe ka ndryshuar njërin prej këtyre trijave. Nuk kushtohet që trijat me ndryshu, mirë po njërin prej tri cilësive, ose erën, ose ngjyrën, ose shijen. Për shembull nëse në një ujë, për shembull është hudh Coca-Cola, ose është hudh për shembull bojë e shkrimit, ose është hudh diçka e cila është e pastër në vetvete dhe ka ndryshuar njërin prej tri cilësive, atëherë është uji i pastër, mirë po që nuk pastron, nuk bën me marr abdes me ta. Nuk bën me marr abdes me ta, nuk bën me marr gusull me ta dhe nuk bën me largu ndytësirën me ta. Është një lloj tjetër i ujit për të cilën ka diskutim ndërmjet dietarëve. Është uji që quhet uji i përdorur. Cili është uji i përdorur? Është ai uji i cili është përdorur për të larë gjymtyrët e trupit për abdes ose për gusull, mirë po abdesin që është vajib ose gusullin që është vajib.
Për shembull, dikush për njerëzve, domethënë merr abdes në një enë, sikurse në kohëra të mëhershme kanë marrë abdes në legendë që thonë, domethënë edhe në qoftë se për shembull ka marrë abdes aty, edhe ai uji është rujt, a bën me marrë me atë ujin, që kjo është uji për dorë, domethënë është marrë abdes, është larguar hadeth që e përmendëm më herët, mirë po është fillimisht s'ka pas abdes, me sa ne ka marrë abdes dhe uji ka qenë i përdorur, a bën me marrë abdes me ta apo jo, është çështë diskutabile ndërmjet dietarëve. Disa për dietarëve thonë është uji i pastër pastrues, tahur. Disa thonë uji i pastër, po që nuk pastron edhe tjerë, një grup i vogël e dietarëve thonë është uji pa pastër. Cili është mendimi më i saktë? Mendimi më i saktë është se uji është uji i pastër dhe pastrues. Përderisa nuk e ka ndryshuar njërin prej tri vetive të tij. Domethënë se ato të cilat I përmendëm, ose ngjyrën, ose shijen, ose erën. Mirë po, përderisa nuk e ka ndryshuar, atëherë është ujë tahur. Tash na nuk po flasim dikush tash a bën thotë unë nuk po du me marr sepse ndjen një veri pe ti. Mirë po në aspektin fetar, a bën me marr abdes me ta? Themi që bën me marr abdes. Pse? Për arsye se edhe pse është I përdorur, mirë por përderisa nuk e ka ndryshuar njërin prej tri cilësive, atëherë themi se nuk ka pësuar ndryshim, nuk ka kaluar në gjendjen tjetër që është tahir, domethënë që është ujë pastër, po që nuk pastron. Dhe është një hadith I pejgamberit alayhis salam që dëshmon për këtë. Është hadithi I Abu Said al-Khudri që e përmendëm edhe më herët, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet për pusin ose për bunarin budaa dhe ka thënë se innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Uji është tahur dhe ata nuk e ndot asgjë, nuk e bën të papastër asgjë. Përderisa nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim I njerëz prej vetive të tij, atëherë themi se ka mbetur ende në atë gjendjen e tij fillestare. Po ashtu se edhe hadithi tjetër I Xhabirit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mase që ka marrë abdes, I ka hudh Xhabirit abdesin e tij. Domethënë ata që ka marrë abdes me ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra këto dy hadithe ka dhe argumente të tjera dëshmojnë se uji I përdorur, domethënë është ujë tahur dhe lejohet me marrë abdes me ta dhe lejohet me marrë gusl me ta. Nuk po flasim thanë ata se dikush nëse din që është ujë tjetër kujna ose ndoshta edhe I vetit I vjen, si më thonë në veri, mirë po në aspektin fetar a lejohet ajo dhe konsiderohet që pastron, I themi që është uji I pastër dhe pastrues. Lloji tjetër I ujit është uji I dytë. Uji I dytë. Cili është uji I dytë? Është uji I cili ka pësuar ndryshim në njërin prej tri vetive, ose në ngjyrë, ose në erë, ose në shije, nëse në ta është hudhur ndonjë dytësirë. Pra, është hudhur ndonjë dytësirë, mirë po çfarë dytësire? A thu çdo kush për njerëzve që e konsideron diçka dytësirë, konsideron dytësirë? Ja. Dytësirë konsiderohet ajo që ka ardhur në fe, në tekste që është dytësirë. Sigurisht se nevoja e madhe, sigurisht se nevoja e vogël, mirë po dikush mund të më thonë për shembull dytësira konsiderohen jargët. Themi jo, jargët nuk konsiderohen dytësirë në aspektin fetar. Në atë aspektin mund me kume mikrobe kështu me radhë. Mirë po nëse për shembull bin dikon, atëherë domethënë nuk bëhet ujë I ndotur. Uji nuk bëhet I ndotur në atë aspektin, domethënë që nuk bën me të me marr abdes. Mirë po nëse është hudhur në një ujë të pastër, diçka për ndytësirave, qoftë nevojë e madhe, ose qoftë nevojë e vogël, ose ndytësira të tjera që do të vinë se cilat janë për ty në për shembull gjaku, edhe ka ndryshuar njërin prej tri cilësive që përmendëm më herët, atëherë themi se uji ka kaluar prej gjendjes së I pastër pastrues, ka kaluar në gjendjen e dytë. Shtrohet pyetja tash, është një gjendje tjetër. Na e dim për shembull ka ra një pikë gjaku ose e din që dikush ka urinu në një ujë ose ka pik një pikë e urinës në një ujë. Mirë po nuk ka ndryshuar diçka nga cilësitë. A bën me marr abdes me to apo nuk bën me marr abdes? Mendimi më I saktë është që përderisa nuk e ka ndryshuar njërin prej tre cilësive, ose ngjyrën, ose shijen, ose erën, atëherë lejohet me marr abdes me ta. Edhe pse dim paraprakisht që ka ra një pikë për shembull. Po a e ka ndryshuar? A për vjen era urin për shembull? A ka ngjyrën apo a ka shijen për shembull? Jo. Atëherë themi se uji ka mbetur në gjendjen e tina që është I pastër pastrues dhe lejohet pra të merret me ta abdes edhe gusl.
Dhe pa marrë parasysh është uji i vogël në sasi të vogla apo në sasi të mëdha. Për arsye se disa prej dietarëve kanë përmendur se uji nëse është 2 kulletin, 2 kulle, që është parafisisht 200 litra, nëse bie në të, më pak se kjo, nëse bie në të diçka prej yndyrësirave, edhe nëse nuk janë ndryshon njërin prej trive tive, ka thënë është uji i papastër. Edhe disa prej dietarëve kanë konsideruar që uji i vogël ose uji në sasi të paktë është ai i cili është me 10 krah, domethënë nëse mat njeriu, edhe nëse lëviz edhe deri atje në nuk domethënë nëse e lëviz këtë pjesën në fillim dhe pastaj ajo lëvizja ato dallte vogla shkojnë deri në fund, atë konsiderohet i vogël, ose kanë thonë që ata që e përmenda domethënë 10 krah. Mirë, po Abu Davudi rahimahullah thotë unë vetë kom shku tek një njeri i cili ishte kujdestar për bunarin budalla. Ta përmend në Sunen. Thotë edhe kom pyet, sa është i gjatë, sa është i thellë. Domethënë, thotë e kemi marrë, thotë ishte 7 krah. 7 krah. Domethënë ishte 7 krah dhe i thellë varësisht prej ujit, nga njëherë sa domethënë deri në shok, nga njëherë është deri këtu pak para shokëve, pak para shokës, domethënë varësisht prej gjendjes së tina, kur ka ujë, kur nuk ka ujë. Pra ky pusi budaha, që është cilësuesi tahur, ishte në një gjendje që është më pak se sa 10 krah. Dhe argumenti më i fortë që nuk ka dallim mes të ujit të paktë dhe të shumt është që ai hadith e Abu Said al-Khudri, ky hadith i bunarit budaha që ka thonë uji është i pastër dhe nuk e ndot atë asgjë. Pra përderisa nuk e ndryshon njërin prej tre cilësive, nuk e ndot asgjë. Ndërsa një hadith tjetër që është uji i cili e arrin sa 2 kulle, që është 200 litra parafisisht, atëherë nuk e përmban në veten ndytësirën, është për qëllim se uji i cili është më i paktë se sa 2 kulle, që është më pak se sa 200 litra, ki kujdes këshire mirë, se ka mundësi, domethënë me pas ndytësirë edhe në diçka që bjen, shumë lehtë mundet me ndryshuar njërin prej tre vetive. Mirë, po përderisa nuk e ka ndryshuar, atëherë punojmë me hadithin tjetër të Abu Said al-Khudri. Po, edhe një herë, domethënë uji i dytë është ai i cili e ka ndryshuar njërin prej tre vetive, ose ngjyrën, ose shijen, ose erën, me ndonjë ndytësirë e cila është hudhë në ta, dhe nuk merret parasysh a është ujë në sasi të vogla apo të mëdha, përderisa nuk e ka ndryshuar gjendjen, atëherë lejohet të merret abdes me ta, përderisa dikush prej dietarëve kanë bën dallimin mes të ujit i cili është në sasi të paktë dhe ujit në sasi më të mëdha, mirë po them mendimi më i saktë është që nuk ka dallim, përderisa është që nuk e ka ndryshuar njërin prej atyre tre cilësive, atëherë lejohet të merret abdes me ta dhe të lahet njeriu me ta dhe të largohet ndërtësira prej tij, ndërsa sa i përket pjesë, kjo mesele kthehet tek personi, domethënë personi se nganjëherë tham ndjen neveri ose diçka, çështja e pirjes ose diçka tjetër. Mirë po si aspekt, domethënë çështje e cila ka të bëjë me domethënë larjen ose me abdes, me guslin e kështu me radhë, lejohet të merret abdes dhe të lahet njeriu me ata ujë. Këto janë llojet e ujrave dhe gjendjet e tyre. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.